Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Vazhdojmë dhe zëmëra shpjegimin e librit Risalet ibn al-Qayyim ila ahadi ikhwanihi, pra mesazh porosi ibn Qayyimit drejtuar njërit nga vëllezërit e tij. Ndërsa ne kalum vëllezër, e morëm se çfarë do thot kur ne e marrim fen ton nga Kur'ani, Suneti, si pas kuptimit brezave të parë të islamit. E pashtu edhe përmendëm sepse devijojnë njerëzit nga rruga Allahu subhanahu wa taala, e tham kjo vjen si rezultat kur ata nuk e marrin fenë e tyre nga fjala e Allahut edhe nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe si rezultat i kësaj vëllezër tham se kjo ka shkaktuar përçarje të madhe në umetin islam, i ka dëmtuar njerëzit shumë në fenë e tyre, në fetarinë e tyre, i ka deviju nga besimi i sakt, besimi i drejt, sepse janë largu nga Kur'ani, fjala Allahu subhanahu wa taala edhe hadithet e pejgamberit, sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër, na gjitha këto duhet t'i lajmë anash, edhe duhet t'i kthehemi me tërqenjen ton Kur'anit, fjalës të Allahut, fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti kemi referencë për çdo gjë Kur'anin edhe Sunetin, piknisje për çdo gjë Kur'anin edhe Sunetin. Të mbështetemi në Kur'an edhe në Sunet, mbrohemi përmes Kur'anit edhe përmes Sunetit, sepse vetëm këtë mënyrë shpresojmë se kemi më shpëtuar te Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porositur, na ka thënë: inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu. Në mesin e juaj po i la dy gjëra që nëse ju përmbaheni nuk keni me deviju kurr: kitab Allahi wa sunneti, librin e Allahut edhe sunetin tim. E kundërta e kësaj çfarë do thotë vëllezër? Do thotë se personi i cili nuk kapet pas Kur'anit edhe pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka me deviju patjetër. Pa më parasysh do thotë për çfarë aspekti do ta ka nga aspekti se jep përparësi mendjes vet para teksteve hyjnore apo gjanave tjera me të cilat devijojnë njerëzit, siç e cekëm dersin e kaluam. Njeriu vëllezër i cili i largohet nga Kur'ani dhe Suneti patjetër ka me lajthit, patjetër ka me deviju. Andaj vëllezër, këta hasim edhe në realitetin ton si umet. Si umet shohim se si umeti jon është sprovu me pikpamje ideologji të ndryshme, qoftë në aspektin e besimit, qoftë në aspektin e adhurimeve ndaj Allahu subhanahu wa taala. Ka përhap devijime të mëdha, bidate të shumta, e pastaj nga një bidat lind bidati tjetër, nga një ekot lind një ekot tjetër, nga një devijim lind një devijim tjetër. Edhe kështu përhapen pastaj këto gjana në umetin islam, e nuk ka vëllezër mbrojtje nga kjo, përveç nëse kapemi fort për librin e Allahut edhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç i kanë kuptuar brezat e parë të islamit. E pri fatkeqësive vëllezër me të cilat është prek umeti islam qysh në kohët e hershme, është edhe një besim i devijuar, që është besimi, që quhet besimi i xehmive. Po alhamdulillah, Allahu subhanahu wa taala ka caktuar vëllezër dhe ka ngrit dietar qysh në kohët e hershme, cilët e kanë refuzuar këtë besim të kotë dhe devijum. E në mesin e tyre vëllezër është edhe Imam Ahmedi rahimahullah, librin e tij Ar-Raddu ala al-Jahmiyya, kritik ndaj xehmive. E pikërisht vëllezër dersi sotit më kemi veçuar për një hyrje që Imam Ahmedi e ka bën fillim këtij libri. E pikërisht këtë hyrje na ka sjell edhe Ibn Qayyim rahimahullah në këta rreshta të këtij libri madhështor. Pra al-Jahmid vëllezër janë një grupacion i devijum i cili i atribuohet një njeriu që është quajtur El-Jahm ibn Safwan. Mirë, për nga e ka marrë këtë vëllezër këtë akide ti, këtë devijim ti, e ka marrë nga një njeri që quhet El-Ja'd ibn Dirham. Ky Ja'di e ka marrë nga Eban ibn Talut, e ky nga Lubayd ibn al-Asam apo Labid ibn al-Asam, e ky e ka marrë i fundit nga Jehudët. Shkon në zinxhirin ku ka shku deri tek hebrejt. Edhe këtë zinxhir e kanë përmend shumë prej dietarëve për gjatë historisë islame, në mesin e tyre edhe Ibn al-Athiri, e pashtu Dhahabiu rahimahullah, edhe dietar tjerë. Mirë, çka ka besuar edhe ky njeri, çfarë devijime ka futur në umetin islam? Pra ka përhap
në umetin islam atë që quhet maqalatu ta'til. Pra e ka zhvesh, ka mohu se Allahu subhanahu wa taala ka cilësi vëllazër, cilësi madhështore. Pra ka zhvesh Allahu subhanahu wa taala nga cilësitë e përsosmërisë së tij, për cilat Allahu ka treguar se i posedon ato cilësi në librin e tij, e pashtu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij. Andaj ai dhe pasuesit e tij vëllazër e kanë sjell kët mohim cilësive të Allahu subhanahu wa taala. Mire, çka është dami i kësaj vëllazër në umetin islam? Çka ka qenë dami i kësaj? Kur njeri vëllazër nuk beson se Allahu subhanahu wa taala ka ndonjë cilësi, realisht vëllazër kjo e dëmton vetë njeriun, e dëmton besimin e tij, fetarinë e tij. Edhe bën që njeri von më kanë i zhveshur nga çdo hajër, nga çdo mirësi, nga çdo vlerë. Pse se themeli i çdo mirësie, i çdo vlere është kur ti e njeh Allahun subhanahu wa taala. E njeh Allahun, mëson për Allahun përmes emrave të tij të bukur edhe cilësive të tij të larta. Andaj moment që shkputet njeriu, ndërhyhet mes njeriut edhe mes njohurive për Allahun subhanahu wa taala, edhe cilësive të tij, përmes besimeve të tilla, atëherë kjo e dëmton njeriun edhe e shkput nga çdo vlerë. Shallë disa nga brezat e parë të Islamit kanë thënë për këta njerëz, sikur ky Jahmi edhe të tjerë që e kanë pasu atë, ka thënë ha ulai qutta'u turuq, ka thënë këta janë bandit. Shkon qutta'u turuq do të thonë ai që ta zën rrugën pritën edhe të vjedh, plaskit apo edhe të vret. Ta ndërpret rrugën, ta pren rrugën, çfarë do thotë kjo? Rrugën drejt njohurisë për Allahun subhanahu wa taala, nuk lën me e njoft Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet. Nuk lën me pas iman të sakt në Allahun subhanahu wa taala, tauhidin me pas sakt, ikhlasin, sinqeritetin e fesë ndaj Allahut me pas sakt. Pse se njeri vëllezër sa më shumë që lexon për Allahun, për cilësitë e tij, emrat e tij, veprat e tij, aq më shumë ki me dash Allahun. Aq më shumë ki me këmbgul në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Aq më shumë ki mu friksu për Allahut, edhe aq më shumë ki mu largu prej gjunaheve. Asi që të Allah, inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Vetëm ata që kanë dije i frikohen Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër njeri kur ka dije lidhur me Allahun, me emrat e tij, me cilësitë e tij, mëson për Allahun, lexon për Allahun, për madhështinë e tij, për përsosmërinë e tij, padyshim që kjo ka ndikuar në zemrën e tij, zemrën e njeriu, bën që me lviz ai drejt mirësive, drejt punëve të mira. Pra themeli vëllezër i vlerave tek njeriu është kur ai sa po e njeh Allahun subhanahu wa taala. Nëse ka këtë besim të prishur, që e beson se Allah, mohon që Allahu të ketë ndonjë cilësi, atëherë kjo është prej provave vëllezër, fatkeqësive që e kanë godit umetin islam, në veçantë siç tham kjo dëmton njeriu shumë. E pastaj nga kjo pikpamje këtij njeriu vëllezër, përgjatë historisë islame janë shfaq, brez mas brezi edhe pikpamje tjera të devijume e të gjitha sillen rreth kësaj orbite. Mohimi i cilësive të Allahu subhanahu wa taala. Megjithatë, Allahu subhanahu wa taala vëllezër e mbron këtë fe. E një prej shkaqeve që i ka dërguar Allahu subhanahu wa taala me erujt fenë e tij është dërgimi apo mundsimi që të ketë dietar në umetin islam, që të janë ngrit edhe kanë marrë përsipër këtë amanet madh, edhe i kanë kundërshtuar këta njerëz të kotës, edhe kanë lanë mbrapa atyre shkrime të dobishme, fjalë madhështore, sqarime madhështore, ku e kanë sqaruar të vërtetën edhe e kanë zhvlerësuar kotën, edhe kanë demaskuar kotën. Në mesin e këtyre libra vëllezër shtahet që na transmetohen nga Imam Ahmedi rahimahullah, një libër madhështor që e ka lënë mbrapa vetes që është Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyya. Mirë po, na do ta marrim vëllezër atë që e ka sjellë Ibn Qayyim rahimahullah këtë libër të tij, vetëm hyrjen e këtij libri. Imam Ahmedi vëllezër e ka hap këtë libër madhështor me një hyrje vërtet madhërishme, me një hyrje të thellë. Ai që është interesant do të se kjo hyrje që ka bëj Imam Ahmedi në këtë libër të tij transmetohet me fjalë për afërta edhe nga sahabiu i cili ka qenë i frymzuar prej Allahut dhe që është Omeri radhiyallahu anhu. Si transmeton prej tij Ibn Waddah në librin e tij Al-Bid'u wan-Nahyu anha. Edhe një pjesë e kësaj hutbeje apo kësaj hyrje që ka sjell
Imam Ahmedi në këtë libër që do ta marrim tash është pjesë e një hadithi vëllezër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që një grup i madh i dietarëve e saktsojnë. Është hadithi pejgamberit sallallahu ku thot yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin uduluhu. Këtë dije për fenë e Allahut subhanahu wa taala e bartin brez pas brezi njerëz më të mirë, më të besueshëm, më besnik. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin. Ata e pastrojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala nga teprimi apo nga shtremrimi i atyre që e kanë tepruar. Nga shtremrimi i atyre që e teprojnë. Wa intihal al-mubtilin. Edhe nga përvetësimi i atyre njerëzve të kotë që dojnë domethënë me shfrytëzu fenë, siç do ta marrim më vonë për ato tekat edhe bidatet e vete, me argumentu për to. Wa ta'wil al-jahilin. Edhe pastrojnë fenë nga shpjegimet, interpretimet e njerëzve ignorant. Shkon kjo është disa dietarë thonë ky hadith është i sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë hyrje vëllezër që e ka bërë Imam Ahmedi rahimahullah e kanë transmetuar prej tij një numër i madh i dietarëve, pse i kanë kushtuar vëmendje, siç thamë për shkak pozitës madhe, rëndësisë madhe që e ka edhe kuptimeve të thella që ajo i bart në vete. Pse vëllezër se Imam Ahmedi rahimahullah, siç do ta marrim, në këto fjalë ka sjell parime, ka sjell themele, me të cilat i ka refuzuar dhe ka hedh poshtë atë pikpamjet xehmive, mirë po nuk janë siç do ta marrin veçanta vetëm për atë grupacion. Mirë po në këto fjalë të Imam Ahmedit ka parime, ka themele që ty ndihmojnë me dallu të vërtetën nga e pavërteta, edhe ndihmojnë që ti pa më parasysh me çfarë lloj bidate në fe përballesh me i refuzu ato edhe me ditë me i dallu, por si kriter për këto. Mirë, çfarë thot Imam Ahmedi rahimahullah? Ta dëgjojmë të vëllezër thot: Alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli zamani fatratan min ar-rusuli baqaya min ahli al-ilm. Shkon dhe çfarë? Dëgjoni do çfarë hyrje madhështore ka bërë. Thot falënderimi qoftë për Allahun, i cili në çdo kohë kur s'ka pas pejgamber ka dërgu dietar. Ka ba që me pas dietar mesin e njerëzve. Do thot edhe pse s'ka pas pejgamber, Allahu ka mundsuar që me pas s'ka dietar. E kjo vëllezër na shpërfaq rëndësinë e madhe që e kanë dietarët për umetin islam, edhe për njerëzin përgjithësi. Na tregon se ekzistimi i dietarëve në mesin ton është prej begative më të mëdha. E Allahu subhanahu wa taala vëllezër vazhdimisht në çdo kohë, në çdo vend çon njerëz dijes, njerëz që kanë largpamësi, kanë dije të thellë me lidhje me fenë e Allahu subhanahu wa taala, lidhje me Kur'anin, lidhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta njerëz që jo hapin syt njerëzve, tregon ku është e vërteta, tudhëzojnë drejt saktës, drejt hakut, tregojnë çka është ajo e sakta, ta mësojnë fenë, të mësojnë dispozitat e fesë. Edhe kështu njerëzve ju ndriçohet rruga. Edhe ruhen nga devijimet edhe nga bidatet edhe gjana që i devijojnë nga rruga Allahu subhanahu wa taala. E ngjashëm me këtë kuptim dhe zënjani nga brezat e parë të Islamit na ka thënë fjalë bukur, ka thënë laula al-ulama'u lakana an-nasu mithla al-bahai. Sikur mos ishin dietarët, njerëzit do të ishin sikur kafshët. Shkon edhe. Sikur mos ishin dietarë, njerëzit do të bëheshin apo do të ishin sikur kafshët. Çfarë do thotë kjo? Sikur mos ishin dietar, sikur Allahu subhanahu wa taala të mos mundsonte që në mesin e njerëzve të ketë dietar, atëherë gjendja jon do të ishte e tillë. Paramendon nëse si do të ishte gjendja e njerëzve nëse në mesin e tyre nuk ka dietar, nuk ka njerëz dijes që ja mësojnë fenë Allahu subhanahu wa taala, që ju udhëzojnë drejt fesë të Allahu subhanahu wa taala. Madje edhe ata njerëz që tallen edhe i përqeshin ulemat edhe dietar, prapë vrem se s'kan çare pa u kthy te këta për me i pyet për çështjet e fesë. Sa kur t'ju ndodh diçka, menjëherë qoftë në raportet bashkëtorë, qoftë në raportet që kanë bëjnë me shitblerje apo çfarë do qoftë,
edhe pse domethënë ai tallet me ta, i përqesh apo i nënçmon, prap kthehet tek i pyet edhe kërkon fetva edhe përgjigje prej tyre. Edhe pse më herët domethënë çka është tallë dhe është i ka përqesh. Dhe njerëzit s'munen mu pavarësu prej tyre. Pse se ata kanë ndikim madhështor tek njerëzit. Allahu subhanahu wa taala dhe vazhdimisht çon mesin e njerëzve, mundson që të ketë njerëz dijes, të ketë hoxhallar, të ketë nxënësa dijes, cilët i thrasin njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala, cilët e bartin brengën edhe përgjegjësinë e davetit, që me i thirr njerëzin fenë Allahu subhanahu wa taala drejt udhëzimit, drejt vërtetës. Mirë po, na nuk duhet vëllezër mu mashtru me numrin e madh të atyre që i thrasin njerëzit. Na duhet me shiku, si që morëm dersën e kalum, me shiku se në çfarë parimesh, çfarë bazash, po mbështetet ai davet i tyre. A është sipas librit Allahu subhanahu wa taala? A është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Se ka aktivitetet shumëta, ka thirrje shumëta, mirë po e vrem se një numër i madh i tyre vëllezër nuk mbështetet në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E në nderset e kaluam me vëllezër e morëm se njeriu nuk ka mundësi me kanë pasuesi mirëfillt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa të ketë disa cilësi në mesin e tyre, me kanë thirrës drejt Allahu subhanahu wa taala, mirë po kjo thirrje drejt Allahu subhanahu wa taala të jetë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo sipas pikpamjeve të veta, jo sipas asaj që atij i duket që është më mirë. Allahu thot: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira." Thuaj, kjo është rruga ime, të thras drejt Allahu subhanahu wa taala me largpamësi, me argumente të qarta, me fakte, me dëshmi. Nuk mjafton që secili më quhet dhe më thonë dhe unë po i thras njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala. Patjetër thirrja jote do të më kanë e mbështetur në argumente të qarta, në largpamësi, në urtësi. Pse se siç e morëm derset e kaluara vëllezër, personi i cili i thret njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala pa dije edhe pa urtësi, ma shumë ka me dëmtu, ka me prish se sa që ndresë rregullon diçka. Edhe si rezultati i kësaj pastaj kanë më përhap mesin e njerëzve devijime të mëdha, bidate e kështu me radhë. Pse se i ka thirr njerëzit drejt Allahut pa argument, pa urtësi, pa largpamësi. Andaj vëllezër, ekzistimi i dietarëve mesin ton është prej begative më të mëdha të Allahu subhanahu wa taala. Edhe Allahu, siç tham vazhdimisht, dërgon si njerëz mesin ton, në mënyrë që me e gjallëru fenë edhe me e rujt fenë e vetë subhanahu wa taala, pra dërgon kësi lloj njerëzish që ata e bartin këtë amanet madh mbi qafat edhe supat e tyne, edhe sqarojnë, edhe kumtojnë, edhe e kumtojnë e përcjellin mesazhin e Allahut tek njerëzit. Thot Imam Ahmedi rahimahullah: "Yad'una man dhalla ila al-huda." Ata i thrasin njerëz të devijum drejt udhëzimit. Kjo është funksioni i vëllezërit tyre, kjo është detyra e tyre. Men dhalla, ata që kanë deviju nga tauhidi, i pastër e i sakt, kanë deviju nga suneti, pasimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë deviju nga adhurimi Allahu subhanahu wa taala, kanë deviju duke kryer gjunahe, mosbindje, mëkate. Gjitha këto kategori vëllezër këta i thrasin drejt Allahu subhanahu wa taala, i thrasin drejt udhëzimit, me urtësi, me argumente të qarta, me këshilla, me sqarime, gjithmonë duke u mbështetur në fjalën e Allahut edhe në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në këtë davet tyre, këta e ndjekun metodologjinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi thot Allahu, e urdhëron pejgamberin alayhis salam me than: "Qul innama undhirukum bil wahy." Thuaj, unë ju paralajmëroj përmes shpalljes. Shikoni, përmes shpalljes, jo me diçka tjetër, përmes shpalljes. Do thot përmes fjalëve të Allahut edhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra thot Imam Ahmedi: "Wa yasbiruna minhum ala al-adha." Edhe janë tillë që durojnë nga lëndimet, shqetësimet që ja u shkaktojnë tjerët. I thrasin njerëz drejt Allahut, mirë po ata nuk i presin mirë, pra i lëndojnë, i ofendojnë, i shajnë, i shqetësojnë,
Mirë po këta yasbirun, durojnë. Me këto fjalë dhe zërë Imam Ahmedi rahimahullah, po na jep me kuptu se ai që i thret njerëzve drejt Allahu subhanahu wa taala patjetër ka me u përball me ofendime, me tallje, me përqeshje, me lëndime nga ata që i thret. Qoftë domethënë në aspektin me fjalë apo me vepra. E shembullin më të mirë vëllezër e kemi tek profetët e Allahut alayhimus salatu wassalam, njerëz më të mirë që i ka zgjedhur Allahu, kur i kanë thirrë popujt e tyre drejt Allahut, e dinin domosdoshmë se si ju kanë përgjigj. Disa prej tyre i kanë shah, i kanë ofenduar, disa prej tyre i kanë lënduar, disa prej tyre edhe i kanë vrarë. Sa Allahu subhanahu wa taala i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul." Ti duro ashtu siç kanë duru pejgamberët e paepur edhe me vullnet të madh, siç ka qenë Nuhu alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam. Andaj vëllezër, me këto fjalë Imam Ahmedi rahimahullah po tregon se ai që i thret njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala duhet me e trajnu veten, duhet me ushtru veten që me kanë i durushum me i përballu këto ofendime që i vijnë nga njerëzit, edhe ato mos mu bash shkak që ai me deviju nga rruga në cilën është, me elanda veten për shkak të fjalëve të njerëzve, tallive tyre, përçeshjeve tyre, lëndimeve që ja bajnë. Mirë po çka duhet me duru vëllezër? Pse se këta njerëz që je duke i thirrë drejt Allahu subhanahu wa taala, i duhet me i trajtu sikur me qenë smut vëllezër. Ndërsa ti je mjeku, ti je ai që po jep ilaçet, edhe po don m'ia largu ato smundje. Andaj mjeku vëllezër, nëse pacienti i tij është i pa edukat edhe e shan e ofendon, e vrenë më ai vazhdon edhe e kuron e mjekon. Kështu duhet me kanë edhe thirrsi drejt Allahu subhanahu wa taala. Duhet me duru ndaj atij ignoranti i cili shan edhe ofendon, edhe tall edhe përçesh, edhe më jap ilaçin që në mënyrë që me të i kalu do thot ato defekte, atë smundje në cilën ai është. Thot pasaj Imam Ahmedi rahimahullah, yuhyuna bi kitabillahi al-mauta. Këta janë njerëz që përmes librit të Allahu subhanahu wa taala i ngjallin të vdekurit. Shikoni, përmes librit të Allahu subhanahu wa taala i ngjallin të vdekurit. Kjo është vëllezër metodologjia e imamëve të fesë, që janë imam siç e morëm derset e kaluara, të vërtet edhe të sinqert. Përmes librit të Allahu subhanahu wa taala i ngjallin të vdekurit. Çfarë do thotë kjo? Se jeta e vërtet vëllezër është ku njeri e praktikon fjalën e Allahu subhanahu wa taala. Jeton sipas Kur'anit, sipas Sunetit. Çka është jeta e vërtet? Allahu vëllezër në Kur'an thot: "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas." A mund të krahason dy veta? Ai i cili ka qenë i vdekur, ka qenë i vdekur në kufër, në shirk, devijime. Fa ahyaynahu, thot ne Allah e kemi ngjall, duke udhëzuar Islam edhe në të vërtetën. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, edhe i kemi dhënë dritë me cilën ai ecë në mesin e njerëzve, dritën e shpalljes. Kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. A mund të ky i pari thot Allah mu krahasu me dytën i cili është në errësira, bredhet në për errësira të shirkut, kufrit, bidateve, laysa bi kharijin minha, për cilave nuk mundet kur me dal. Po ashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum." O besimtar, përgjigjuni Allahut, përgjigjuni edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ai ju thret drejt asaj që ju jep jetë. Shikoni, drejt asaj që ju jep jetë. Shpallja Allahut jep jetë, vëllezër, jep gjallëri. Tu po tregon Allahu vëllezër se jeta e vërtetë është në Kur'an edhe në Sunet. Sa e vrem se Allahu vëllezër në Kur'an shpalljen e ka quajtur ruh. Çfarë do thotë ruh? Shpirt. Wa kadhalika awhayna ilayka ruha. Thot Allah, kështu thot ne Allahut kemi shpall ty o Muhammed shpirt. Shpirt më çka është shpirti i vërtetë, çka është jeta e vërtetë. Shpalla që ne ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Edhe Xhibril alayhis salam, i cili ja ka zbrit shpalljen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është quajt ar-ruh. Nazala bihi ar-ruhul amin. Kur'anin e ka zbrit shpirti besnik. Pra Xhibril alayhis salam. Pse është quajt vëllezër shpallja shpirt?
sepse përmes saj ngjallen zemrat. Nuk munden vëllezër zemrat me pas gjallëri të vërtet, jetë vërtet vetëm se nëpërmjet shpalljes. Pa të janë të vdekura. Shpallja vëllezër për zemrën është sikur uji për pemë, për bimën. Në moment që ti e privon bimën ose pemën nga uji, çfarë ndodh me to? Vyshket, kalbet edhe vdes. Andaj zemra, duhet me kuptu këta mirë, nuk mundesh me jetu pa shpalljen e Allahu subhanahu wa taala. Nuk i jetë vërtet pa Kur'an edhe pa Sunet. E këto dyja, Allahu subhanahu wa taala këto dyja na i ka bërë bashk në një ajet ku thot, apo në dy ajete që vijnë njëra mas tjetrën, surën Al-Hadid, ja alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka ardhur koha që zemrat e besimtarëve të përulen para këshillave të Allahu subhanahu wa taala, wa ma nazala min al-haq, dhe para të vërtetës që Allahu ka shpallur, wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhim al-amadu faqasat qulubuhum. Et mos bëhen sikur atyre që ju ka dhënë libri më herët, pra krishterët dhe hebrejt, cilëve mas një kohë të gjatë ju kanë ngurtësu zemrat. Wa kathirun minhum fasiqun, edhe shumica atyre janë të pabindur ndaj Allah. Ta shikon ajetin tjetër dhe çfarë thot Allahu, i'lamu anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Ta dini mirë se Allahu e ngjall tokën pas vdekjes saj. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Ne vetë se u kemi sqaruar shenjat, argumentet në mënyrë që ju të logjikoni. Çka është ndërlidhja mes këtyre dy ajeteve? Pse po përmend Allahu subhanahu wa taala ngjalljen e tokës me anë shiut pas vdekjes saj, e paraprakisht po e përmend çështjen e zemrave në ajetin paraprak. Për uljen, frikën që do të pas zemrat para këshillave të Allahu subhanahu wa taala. Për më na tregu vëllezër se ashtu siç shiu e ngjall tokën pas vdekjes saj, facirave, çashtu shpallja Allahut ta ngjall zemrën, ta zbut zemrën, ta gjallëron zemrën. Andaj kjo është detyra e këtyre njerëzve që po na përmend këtu Imam Ahmedi, pra këta njerëz i ngjallin njerëzit përmes wahjit, përmes shpalljes. Fadhakkir bil Quran. Allahu thot, përkujtoj ata, këshilloj ata përmes Kur'anit. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Vërtet se në këtë ka përkujtim, ka këshill për atë që ka zemër vëllazër, zemër gjallë, zemër të pranishme. Wa alqa as-sam'a, edhe dëgjon me vëmendje, wa huwa shahid, edhe është i pranishëm, nuk është i hutum, nuk është i shpërqendruar. Po ashtu thot Allah, awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim. A nuk ju mjafton atyre se ne ta kemi zbritur një libër që ju lexohet atyre? Ajete të shumta në këtë temë. Pazër Kur'ani, Suneti e ngjallin zemrën, e ushqejnë zemrën, e lumturojnë zemrën. Allah thot, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kur do të ja kthen shpinën udhëzimit tim, ka me pas jetë të mirë, jetë të randë shpirtërore. Nuk ka lumturi për atë njeri. Pastaj thot Imam Ahmedi rahimahullah, wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-ama. Thot ta e njerëz që përmes dritës të Allahu subhanahu wa taala u japin shikim njerëzve të verbër. Përmes dritës Allahu subhanahu wa taala u japin shikim njerëzve të verbër. Kështu në vëllezër dietar, shohin njerëz të dijes, ja hapin syt njerëzve. Ja u largojnë verbërinë e zemrës. Siç ka thënë njëri nga brezat e parë të Islamit vëllezër, ka thënë kuptimi i fjalëve të tij, shembulli i dietarit i cili ka dije lidhur me Kur'anin edhe Sunetin, thotë është sikur shembulli i një njeriu i cili duke bartur atë kandilin dritën në dorë, thotë shkon tek disa njerëz që dëshirojnë me e kalu një rrugë e cila është përplot errësirë, nuk shihet kurrë përpara, edhe ajo rrugë është plot rreziqe, gjarprin, gropa, insekte dëmshme, egërsira. Plot rreziqe edhe plus errësirë. Edhe ata nuk kanë mundësi me e pa rrugën para vetes, ku me i qit kamt.
Andaj thot vjen ky dietar me dritën që e ka, ky njeri edhe ja u ndriçon rrugën. Edhe ata pastaj ecin pas tij në atë dritë dhe në atë shkëlqim. Kështu vëzër dietari. Shembulli i dietarit tek njerëzit është sigur ky njeri. Pra ja u ndriçon rrugën njerëzve në këtë botë përmes Kur'anit edhe përmes sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pastaj njerëzit ecin mas tij, duke e marrë këtë dritë me cilën ai ja ndriçon rrugën. Edhe kështu shpëtojnë nga devijimet, shpëtojnë domethënë nga dëmtimet, shpëtojnë nga rreziqet, nga damet, pse se e kanë me vete vëllezër dritën me anë cilës ecin. Pra janë dritë prej Allahu subhanahu wa taala. Që është shpallja Allahu subhanahu wa taala, cilën do ja u ka mundsuar që me e kumtu tek njerëzit këta njerëz të dijes. Po thotë wa yubassiruna bi nurillahi ahla al-ama. U japin përmes dritës së Allahut, u japin shikim atyre që janë të verbër. Që do thotë kjo se personi i cili vëllezër nuk ka dritë në jetën e vet, nuk merr dritë nga Kur'ani edhe suneti, ai është njeri i verbër. Do thotë i ka syt, zemrën e ka të verbër. Sytë e zemrës i ka të verbër. Sepse verbëria vëllezër është dy llojesh. Është verbëria reale kur njeri nuk sheh me shqisat e syrit, mirë po është edhe verbëria tjetër. Verbëria e zemrës. E kjo është më e rëndë se e para. Kur njeri ka zemrën e vulosur, zemrën e errët, nuk sheh. Pse se kur njeri vëllezër nuk i funksionoi njeriu sytë e zemrës, ai nuk e sheh rrugën me anë cilës shpëton nga dënimi Allahu subhanahu wa taala. Pra privohet nga kjo mirësi. Edhe nuk mundet me ecë drejt Allahu subhanahu wa taala, drejt kënaqësisë të Allahu subhanahu wa taala, drejt fitores edhe xhenetit Allahu subhanahu wa taala. Shkon po thot binurillah, përmes dritës të Allahut këta u japin shikim njerëzve. Përmes shpalljes, jo si thënë përmes mendimeve, pikpamjeve, apo aty në argumenteve që ata i sillin nga vetja atyre, jo, pra i përmbahen shpalljes të Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot Imam Ahmedi rahimahullah, fa kam min qatilin li iblis qad ahyawhu. Sa viktima dvrar nga iblisi, këta njerëz dietar pra i kanë ngjall. Shkon çfarë fjalë madhështore vëllai. Po i çun njerëz e devijum qatil, qatla, do të thonë njerëz që iblisi, shejtani i ka vrarë, janë viktima të shejtanit. Pse se kushdo që i bindet shejtanit, i dorëzohet shejtanit, ja dorëzon veten shejtanit, atëherë ky njeri vëllazër është viktimë e tij. Është i vrarë nga iblisi, nga ky armik i joni. Edhe konsiderohet sikur me kanë çka i vdekur real. Edhe pse ecë në sipërfaqen e tokës, han, pin, lviz, ushqehet, ai është realisht vëllazër është i vdekur, sepse ka zemrën e vdekur. Edhe është viktimë e iblisit e shejtanit. Siç e morëm në ajetin e kaluar, ku Allah i krahasoi dy njerëz, njërin i cili e ka ngjallë Allahu, edhe tjetri i cili mbetet në errësirë. E kjo na me kuptu dhe kjo fjalë Imam Ahmedit rahimahullah se ai funksioni kryesor, objektivi kryesor i shejtanit edhe i ndihmësve të tij është që me i vra kon vlerat, mirësitë, fetaritë e njerëzve, besimet e njerëzve, moralin, edhe me i ba njerëzit viktimat të epsheve, viktimet tekave, devijimeve të kotave, lajthitjeve. Edhe tek disa njerëz vëllazër kjo shejtani ka arrit sukses. Sa ai është betu vëllazër. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Tregon Allahu për to. Ka thon pasha fuqinë tane, kranerin tane, Allah gjithë komë i deviju patjetër. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Me përjashtim të robërve tu të sinqert. Thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Thot Allahu tregon për shejtanin se ka thonë kom ju çast njerëzve nga para, nga pas, nga ana djathtë, nga ana majt. Pra sten rahat vjen për gjithë anëve. Thumma la tajidu aktharahum shakirin. Edhe kimë pas që shumica e tyre nuk kanë më kanë falëndërues ndaj Allahut. Këta janë vëllezër viktima të shejtanit. Andaj shikoni tash begatina e Allahut përmes mundësisë që me pas ulema në umetin islam. Po tregon se sa njerëz Allahu i ka ngjall sebeb çka dietarëve.
Sa njerëz që kanë rënë viktime shejtanit, Allahu i ka ngjall përmes dietarëve. Sa do të transmetohet nga brezat e parë të Islamit se kanë thënë një dietar është më i rëndë për shejtanin se sa 1000 adhurues. Një dietar është më i rëndë për shejtanin se sa 1000 adhurues. Pse? Se ai që adhuron Allahun subhanahu wa taala, e mira atij është vetëm për veten e vet. Dërsa dietari vëllezër siç e morëm, ja ndryshon njerëzve rrugën, i udhëzon njerëzit drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe kështu i praktisin gjunat, i praktisin devijimet, largohen nga rruga e shtrembur. Pastaj thot wa kam min dhalin ta'ihin qad hadawhu. Sa njerëz devijum, të hutum, që kanë mbet duke u mbredh, duke bredh në ato devijimet e veta, thot këta e kanë udhëzu. Numër i madh i njerëzve që kanë jetuar në devijime, ulemaja janë bë sebeb që Allahu më i udhëzu ata. Përmes ulemave, përmes dietarëve. Ajo është vëllezër për nderit madh, shikoni që Allahu subhanahu wa taala ju jep dietarëve edhe i nderon dietarët, përse përmes tyre, përmes dietarëve Allahu i ngjall këta viktima të iblisit dhe shejtanit, qoftë duke qenë dietar gjallë apo vdekur. Për shembull gjatë jetës së vet dietari i thret njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala, edhe përmes këtij daveti, do të ngjallën shumë krijesat Allahu subhanahu wa taala përmes ligjëratave që i dëgjojnë, do të drejt për tyre, librave që i shkruajnë gjatë jetës, porosive, këshillave kështu me radhë. Mirë po edhe pas vdekjes, vrejmë se njerëz përfitojnë nga dija e tyre, nga librat që i kanë lanë, nga ligjëratat që kanë qenë të injizume. Shazë dietarët kanë thënë el kitabu waladu kal mukhallad. Libri është fëmia jot i përjetshëm. Kemi pa hajrin gjithmonë. Shkon vëzë na tash këtë libër që jemi duke shpjeguar fjalët e Imam Ahmedit. Për mi 1000 vjet ka që ka vdekur Imam Ahmedi rahimahullah, ende po i shpjegon fjalët e tij, edhe aty i shkojnë shpërblimet, inshallah duke qenë varr. Këtë libër që jemi duke shpjeguar nga Ibn Qayyim rahimahullah, i cili ka vdekur më shumë se afërsisht 800 vjet, shkon na po përfitojna. Ju që dëgjoni atë përfitoni. Njerëzit që do të dëgjojnë këtë ligjërat kanë më përfitu. Para mendoni tash, do të sa shumë domethënë umetin islam shpjegohen këto libra, fjalë dietare, para mendoni sa shpërblime ju shkojnë këtyre njerëzve duke qenë vdekur në varr. E kjo është vëzër jeta e dytë, që kanë thënë dietar. Jeta e dytë, thonë disa njerëz edhe pse kanë vdek, janë gjallë. Thënë dietarët, ata që kanë lënë vepra madhështore mas vetes, kanë shpërndar dijen në mesin e njerëzve, edhe njerëz përfitojnë. E ka njerëz Allahu na ruaj që edhe pse jetojnë sipërfaqe tokës janë vdekur Allahun. Shahzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." Kush thret drejt udhëzimit, ka më pas shpërblimin e atyre që veprojnë sipas udhëzimeve të tij. Sipas asaj që ai thret, pa ju paksu do të kurrë prej shpërblimit domethënë që ata e kanë. Pra pa më parasysh vëzër dia që njeri e lën mrapa. A është përmes librave, këshillave, porosive, apo tash ban këto kohët moderne që incizohen domethënë ligjërata të ndryshme, shpjegimet e librave të ndryshme. Këto janë shpërblimet mëdha të një pasnjëshme që i shkojnë njeriu në varrin e tij. Andaj vëzër njeri duhet të kanë njeri vigjilent, duhet me lanë mrapa vetes vepra që me ta shpërblimin duke qenë edhe në varr. Me pas që jetën e dytë që e kanë thujë dietar, jo me vdekjen tënde me të mbyll regjistri veprave. Edhe mos me tar më asnjë sevap duke qenë varr. Shkon sa dietari ka lënë mrapa vetes me qindra derse, me qindra ligjërata, mira. Edhe njerëzit sot asoj ditë përfitojnë prej tyre. Ka njerëz që i ka dëgjuar ndoshta gjitha. Ka marrë domethënë dije të madhe prej. Është udhëzuar në aspektin e moralit, në aspektin e sjelljes adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Hazrat pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Idha mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kur njeri vdes, i ndërpritën punë e mira, përveç në 3. Mesin e tyre ka përmend ilmun yuntafa'u bih. Nëse mrapa ka lënë dije, prej cilës përfitojnë njerëzit. Pastaj thotë vëllazër Imam Ahmedi rahimahullah, "Fama ahsana atharahum 'ala an-nas."
sa ndikim të mrekullueshëm të bukur kanë këta dietar tek njerëzit. Padyshim që ashtu vëllezër, ndikimi i tyre te njerëzit është prej ndikimeve më madhështore. Pse se misioni i dietarëve vëllezër është njëjtë sikur misioni i profetëve të Allahut alayhi salatu wasallam. Çka ka qenë misioni i profetëve? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal ulamaa warathatul anbiya. Dietarët janë trashëgues të profetëve. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Thot profetët nuk kanë lanë mbrapa atyre pasuri, ari argjend, s'kan lanë. Çka kanë lanë? Innama warrathul ilm. Kanë lanë mbrapa dije. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Andaj kush e merr atë ka marrë me një hisë të madhe të mirësisë. Po misioni i dietarëve është një sigur i profetëve, që me i shpëtu njerëzit nga zjarri i xhenemit, nga zemrimi, hidhrimi Allahu subhanahu wa taala, me udhëzu njerëzit drejt xhenetit, drejt hajrit, drejt mirësisë, drejt shkaqeve që i shpëtojnë nga xhenemi, me ia sqaruar njerëzve besimin e saktë, veprat e mira, adhurimet që i afrojnë te Allahu subhanahu wa taala, me i paralajmëruar nga gjunahet, nga mëkatet. E padyshim që vëllezër dietarët e mirëfill kanë lanë shembujt më madhështor se si duhet njeri me e bardh këtë mision mbi supët e veta, edhe me e përcjell pasaj brez mas brez. Ky është ndikimi i tyre te njerëzit, mirë po si ja u kthej njerëzit, thot wa ma aqbaha athara an-nas alayhim. Sa i shëmtum, sa i keq është sjellja e njerëzve me ta, sa i keq është sjellja e njerëzve me ta. Cilë njerëz vëllezër sillen keq me dietar? Ata që nuk e dinë vlerën e dietarëve. Dërsa ata që e dinë vlerën e tyre, ata i respektojnë, i nderojnë, ja dinë pozitën që e kanë. Qase pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarhama saghirana." Nuk është prej nesh ai i cili nuk e respekton të moshuarin ton, nuk e mëshiron të voglin ton, wa ya'rif li'alimina haqqahu, edhe nuk ja din vlerën dietarit ton. Shkona, dhe nuk ja din vlerën dietarit ton. Laysa minna, nuk është prej nesh. E kjo fjalë vëllezër nuk thuhet për gjunahe që janë të vogla. Nuk është prej nesh, tregon se është prej gjunaheve të mëdha, për çështje shumë e rrezikshme. Pastaj ata njerëz që nuk ja din vlerën dietarëve, e vrejmë se sjelljet e tyre ndaj dietarëve janë shumë të këqija, janë shumë të ulta. Saqë disa prej tyre e vrejmë që kur dojnë mu tall me dikon, gjëja e parë që ju shkon mendje çka mu tall me filon dietar, apo me përçesh filon hoxhën apo filon diet. Apo ata që i thret njerëzit drejt Allahu subhanahu wa taala, tallet me pamjen e tij, tallet me zanin e tij, tallet me veprimet që ai bën e kështu me radhë. Por kjo vjen si pasojë e ignorancës, kur njeri nuk e din vlerën e dietarëve edhe ndikimin që e kanë në shoqërinë islame. Sigur ta dinin vlerën, atë padyshim që nuk do t'i bënin veprime të tilla. Pastaj vëllazër, Imam Ahmedi rahimahullah na sjell disa parime thotë të rëndësishme, edhe disa vepra madhështore që i marrin përsipër këta njerëz që i ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala, e që realisht janë vepra madhështore që nuk mundën me ndërmarrë gjithkush përveç tyre njerëzve që Allahu i ka zgjedhur, janë imam të fesë që me mbrojt fenë Allahu subhanahu wa taala, pa njerëz që kanë dije të thellë rreth Kur'anit edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe thotë, edhe tham kjo pjesë është pjesë e një hadithi që disa dietare saksojnë, yanfuna an kitabillahi tahrif al-ghalin. Këta njerëz që e pastrojnë librin e Allahu subhanahu wa taala nga shtrembrimet e atyre që e teprojnë. Nga shtrembrimet e atyre që e teprojnë. Pa ahlul ghulu, ata që e teprojnë fenë Allahu subhanahu wa taala, ata që kanë pikpamje të caktuar, besime të caktuar, ideologji të caktuar tek të cilat kanë arrit përmes mendjeve tyre. Atash dojnë që tekstet fetare të Kur'anit edhe të Sunetit me kanë argument për ata që ata e besojnë. Shkon dhe këtë devijim. Dhan, rruga e tyre, metodologjia e tyre në besim çka është, fillimisht beso, pastaj argumento. E kështu nuk është vëllezër metodologjia e pasuesve të Sunetit. Pra çka kanë bërë këta, fillimisht vëllezër çka i kanë ngulit mendjet e tyre disa pikpamje, disa disa gjana që kanë bënë me besimin apo me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj, pasi që e kanë bind veten me to,
Hajde tash të hulumtojna ku ka argument nga Kurani dhe Suneti. E nëse nuk kanë gjetë argument, çka kanë bë, i kanë shtremru fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që ato mu përputh me pikpamjet e tyre. E kush ka vepruar mas pari kështu vëllezër? Hebrejt. Allahu thotë yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Do të ata i shtremrojnë fjalët e Tevratit nga konteksti, i nxjerrin nga konteksti. Megjithatë vëllezër, Allahu siç tham subhanahu wa taala ka dërguar dietar, ka dërguar njerëz të mëdhenj, burra të mëdhenj këtë umet islam, dietar që kanë dije thellë lidhur me Kur'anin dhe Sunetin, edhe i kanë refuzuar këto gjëra. Siç po tregon këtu Imam Ahmedi rahimahullah. I kanë refuzuar këto shtrembrime, edhe i kanë demaskuar këto grupe, edhe këto grupacione cilat e kanë dëmtuar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Thot wantihal al-mubdhilin, edhe e pastrojnë fenë e Allahut nga përvetësimi i njerëzve të kot. Çfarë do thotë kjo përvetësimi i njerëzve të kot? Këto e vrem vëllezër të njerëz që janë pasues të kotës. Secili prej tyre pretendon se është në vërtetën. Secili prej tyre pretendon për veten e vet se është në rrugë drejt. Se është pasues i Sunetit. A keni pa na herë një njeri i cili është i devijuar, edhe ti ta shkon, don mu njoftu me to se thot unë jam filani, pasues i bidatit. Unë jam filani i devijuar. Unë jam filani, don pasues i të kotës. Nuk e vren këto. Nuk e sheh tek ai. Nuk e dëgjon këto fjalë për ti. Secili prej njerëzve thotë çka unë jam pasues i Sunetit. Unë jam pasues i të vërtetës, unë jam pasues i rrugës drejt. Domethënë secili mundohet me përvetësu të vërtetën për veten e vet. Mirë, po realiteti është krejt tjetër. Andaj, çka është ajo që ty si musliman ta mundson që ti me e dallu të vërtetën nga e pavërteta? Atë që e flet domethënë të vërtetën nga atë që vetëm e ka pretendim, vetëm përmes vëllezër dijes, kur të mëson për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ki di rreth Kur'anit, ki di rreth fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i dëgjon këshillat e dietarëve. I përmbash rrugës dietarëve. Pastaj po thotë wa ta'wil al-jahilin, edhe pastrojnë librin e Allahut edhe fenë e Allahut nga interpretimet, nga shpjegimet e njerëzve që janë ignorant. Po për shkak të ignorancës tyre, që e kanë lidhur me fenë e Allahut subhanahu wa taala, e interpretojnë fenë e Allahut me interpretime të kota, për shkak të keqkuptimeve, pikpamjeve, gabume që i kanë lidhur me fjalën e Allahut, edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot alladhina aqadu alwiyat albid'a, cilët i kanë shpalos flamujt e bidatit. I kanë ngrit lart flamujt e bidatit, por gjatë historisë domethënë brez mas brezi, i kanë ngrit lart ato sloganet edhe domethënë ato flamujt e të kotës dhe të bidateve, wa atlaqu inan alfitna, edhe i kanë shu frerat e fitnën në mesin e umetit islam. E kanë përhap domethënë këto devijime, edhe i kanë thirr njerëzit për mi pasu. Pastaj dhe Imam Ahmedi rahimahullah, edhe me këta për përmbyllim, na i përmend 3 cilësi tjera tyre njerëzve, që janë fatkeqësi realisht. Thot fahum mukhtalifun fil kitab. Megjithë këtë thot ata e njerëz që kanë kundërshti, kanë përçarje lidhur me librin, pra Kur'anin, fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Çfarë do thotë kjo? Thot secili prej tyre vëllazër pretendon se për atë besimin që e ka, rrugën që e ka, argumenton me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Mirë, po nëse shikojmë si shtam realitetin e vrem se janë larg fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Thot wa mukhalifun lil kitab. E dyta janë që kundërshtojnë librin, fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ky është realiteti. Do thot besimet që ai kanë, pikpamjet që ai kanë, rrugën cilën janë, është e tillë që e kundërshton fjalën e Allahut subhanahu wa taala, nuk janë rrugë drejt. E treta thot wa mujmi'un ala mufaraqati al-kitab. Edhe bahen bashkë gjithë këto grupe në atë pikën se e kundërshtojnë librin e Allahut subhanahu wa taala. Janë larg librit të Allahut. Thot me gjithë ato që ai kanë përçarjet mes vete, kundërshtit mes vete, mos përputhjet mes vete, para bahen bashkë në një pikë. Cila është ajo pikë? Mos pasimi i fjalës ashtu siç duhet i fjalëve të Allahut subhanahu wa taala. Pse vëllazër është kjo? Sepse nuk e kanë çat piknisjen që jemi duke përmend tash e disa derse. Nuk e kanë piknisjen nga fjala e Allahut, edhe nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po e kanë nga mendjet, nga logjika vet. Nuk e marrin argument fjalën e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
janë largu nga ad-dalil, janë largu nga argumentet e qarta, nuk i kanë marrë referencë. E dietar thonë men faraqa ad-dalil dalla as-sabil. Kush që largohet nga argumenti ka me deviju nga rruga. Kjo është e pashmangshme. Është e pa evitueshme. Pastaj thot i përmend edhe 3 fatkeqësi tjera vëllazër që tubohen te këta njerëz, thot yaquluna ala Allahi bighayri ilm. Flasin në emër të Allahut pa dije. Do thot që ato besime që i kanë, thanjet që i kanë, që i përhapin, metodologji që i kanë, gjana që i besojnë, që i përhapin mesin e njerëzve, për shembull thonë kjo është pjesë e fesë të Allahut. Këto vëllezër është me fol për Allahun pa dije, pse se nuk janë ngritura mbi argumente të sakta. Nga fjala e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Evrein thot Allahu ka urdhëruar kështu, ka ndaluar nga kjo, e ka bë haram këto, e ka leju këto, mirë po të gjitha këto vëllezër kanë pa dije. Nuk mbështeten argumente. E me fol për Allahun pa dije, në emër të Allahut pa dije, kjo është për gjunaheve më të mëdha saqë Allahu në Kur'an e ka bërë bashkë me shirkun. Është për gjunaheve edhe për harameve, për cilat bëhen bashkë këto, po që është gjunah, gjitha legjislacionet që Allah i ka zbritur te profetët alayhimus salatu wassalam. Allah thot wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, edhe të flisni për Allahun atë që nuk e dini. Kjo është për gjunaheve më të mëdha. E dyta thot wa yaquluna fillah, edhe flasin për Allahun bi ghayri ilm, pa dije, për çënjen e Allahut, për cilësitë e Allahut, emrat e Allahut. Ato gjëra me të cilat e ka cilësu Allahu, e ka bëhu vetes librin e tij apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij, gjitha këto flasin pa dije vëllazër. Nuk i përmbahen rregullave, parimeve që janë transmetuar nga brezat e parë të Islamit. Wa fi kitabillahi bighayrin, edhe kështu flasin për Kur'anin pa dije. Don i atribojnë gjana Kur'anit, shpjegime, interpretime që pretendojnë se janë pjesë e Kur'anit, apo Kur'ani aludon to, mirë paralisht pa dije vëllazër. Këto e bajnë pa dije bighayri ilm. Pa dyshim vëllazër se kjo është për gjunaheve më të mëdha, për krimeve më të mëdha që e dëmton fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj thot Imam Ahmedi rahimahullah yatakallamuna bil mutashabih min al kalam, flasin fjalë të paqarta, mbështeten fjalë që janë mutashabih, të paqarta, jo krejtësisht qarta, wa yakhda'una juhal an-nas bima yushabbihuna alayhim. Edhe me këto fjalë i mashtrojnë muslimanët ignorant, duke u pështjellu xhanat, duke u ngatruar xhanat. Merë vëllazër këtë fjalë madhështor nga Imam Ahmedi rahimahullah, mënyrë nëse dëshiron me i dallu thirrësit drejt vërtetës nga thirrësit drejt devijimit. Shenjë e atij që thret drejt hakut vëllazër, shenjat e tij janë shumë të qarta. Fjalët e tij janë të qarta. E vren se fjalët e tij janë për fjalë më të qarta. Edhe nuk e tepron domosdoshmë. Nuk i pështjellon xhanat. Pak fjalë mirë po çka me shumë bereqet. Për shembull thot, lejohet kjo, pse? Se kështu ka thënë Allahu. Ndalohet kjo, pse? Se kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe kaq. Mirë po, pasur se të kotës çka? Cila është rruga tyne? Thot yatakallamuna bil mutashabih min al kalam. Sjellin fjalë, mbështeten fjalë që nuk janë çka krejtësisht qarta. Pra i pason ato që janë mutashabih, nuk kapet mas atyne teksteve që janë qarta drejt për drejta me kuptim drejt për drejt. Nuk i merr këto si referencë në gjykimin që ai e jep. E çka është qëllimi i kësaj vëllezër, po na sqaron këtë Imam Ahmedi rahimahullah, është që me i mashtru ata që nuk kanë dije për fenë e Allahut subhanahu wa taala. I ngatrojnë, domethënë ngatrojnë vërtetën me të pavërtetën. E padyshim vëllezër se e kanë arritur tek disa njerëz këtë qëllim, sa njeri domethënë ka deviju nga pasimi i vërtetës për shkak këtyre pështjellimeve, këtyre njerëzve. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: "Wa inna min akhwafi ma akhafu alaykum min akhwafi ma akhafu ala ummati al-a'immat al-mudhillin." Gjëja që më shumë të frikësohem për umetin tim janë prisit e devijum. Prisit e devijum. Siç e kemi marrë derset e kaluara vëllazër, mbas fjalëve të Ibn Qayyimit rahimahullah, ata që merren si shembull nga njerëzit fenë e Allahut subhanahu wa taala janë dy lloje. Janë a'immat huda, imam të udhëzimit, edhe a'immat ad-dalal, imam devijimit. Andaj për gjanave që ti si musliman e ki për gjanave më obligative me i ditë është që me i dallu këta njerëz. Kush është thirrës drejt hakut, udhëzimit, kush është thirrës drejt devijimit.
E si shtanë dhe nuk mundesh me e ditë, e nëse nuk i din me i dallu, kjo është fatkeqësi. E nuk mundesh me i dallu nëse nuk mëson për fenë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj e përmbylli Imam Ahmedi thot fa na'udhu billahi min fitanil mudillin. Kërkojmë për Allah të na mbrojë nga fitnet e njerëzve të devijuar dhe që i devijojnë njerëzit. Këta njerëz ehlul fitan, pra që përhapin fitnë në besimet e njerëzve, në fetarinë e njerëzve, po i fitnosin fenë e tyre, në besimin e tyre, në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, në akhlakun, moralin e tyre, edukatën e tyre. Andaj dami i tyre mbi njerëzve është shumë i madh. Kështu që ti si musliman ki nevojë që vazhdimisht me lut Allahun subhanahu wa taala që me trujt nga fitnja sprova e këtyre njerëzve devijum, edhe devijues për tjerë. Edhe vazhdimisht lutë Allahun subhanahu wa taala që Allahu më dhanë sukses që me kanë i kapun mas Kur'anit, edhe i kapun fort mas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me dhanë sukses që me kanë larg nga devijimet, nga bidatet, nga gjunahet, mosbindjet e Allahu subhanahu wa taala. Në fund vëllazër, po përfundojmë këtu, në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala na sjell dobimat që dëgjojmë. Elusim Allahun subhanahu wa taala me na shtu dijen e khairit, wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.